Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar dëgjues dhe shikues, paqja, mirësia dhe begatia e Allahut xhallashanuhu qoftë mbi të gjithë ju. Muaji i Ramazanit është muaji i Kuranit, pasi vetë Kurani e përkufizon në këtë formë. Është muaji ku çdo besimtar lidhet më fort me librin hyjnor, i cili është udhëzues për çdo njeri. Për të folur për këtë temë, për të folur për rëndësinë e Kuranit, si ta lexojmë atë, si ta bëjmë atë pjesë të jetës tonë të përditshme, kemi të ftuar sot në podcastin Porta e Mëshirës Dr. Elton Karaj, imam i xhamisë të Hembeut. Zoti Karaj, mirë se erdhët në podcastin tonë. Mirë se jeta. Atëherë, fillimisht do të nisim me një përkufizim. Nëse pyesim besimtarët, nëse pyesim çdo njeri, kemi një përkufizim për Kuranin. Është fjala e Zotit. Por një përkufizim pak ndoshta më akademik, edhe të bazuar në literaturën islame, pra një përkufizim më gjithëpërfshirës. Çfarë është Kurani në vetvete? Kurani patjetër janë bërë disa përkufizime në histori nga dietarët, edhe nga këndvështrime të ndryshme, sepse nga çdo fushë e studimit ose nga çdo fushë e jetës, Kurani merr një përkufizim të tij në bazë të nevojave që çdo fushë në fakt ka. Por në përgjithësi, në një përkufizim teknik të përgjithshëm që është bërë Kuranit, thuhet patjetër që Kurani është fjala e Zotit, e zbritur nëpërmjet engjëllit Xhibril alayhis salam, profeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, libër me të cilin bëhet adhurim, i cili gjendet i shkruar në 2 kapak dhe që është transmetuar deri në ditët e sotme në nivelin më cilësor të transmetimit, që është mutawatir. Në këtë aspekt, ky përkufizim neve na jep disa cilësi të Kuranit famlar, që në radhë parë pa diskutim është fjala e Zotit, dhe pastaj që është transmetuar në një rrugë të sigurt, duke nisur nga Allahu Azza wa Jall si fjalë e shprehur prej tij, nga një personazh shumë i sigurt që është Xhibril el-Amin, Xhibrili i besueshëm alayhis salam, kështu që është ruajtur përgjatë gjithë udhëtimit të tij deri tek profeti Muhammed alayhis salam, dhe pastaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam së bashku me sahabët e tij, shokët e tij, me një metodologji që sot do ta cilësonim si në nivelin më të lartë të ruajtjes shkencore, Kurani duke u shkruar dhe duke u mësuar përmendësh, duke u lexuar në mënyrë të vazhdueshme, është ruajtur ashtu ka mbërritur deri në ditët e sotme. Ne falim namaz me Kuranin, prandaj Kurani është libri i namazit, është teksti i namazit. Bëjmë adhurim me të, njëkohësisht Kurani është një libër të cilin ne ta lexojmë në veçantë si një adhurim më vetë. Pra siç themi që bëjmë një dua, siç themi që falim një namaz, gjithashtu hapim librin e Kuranit, e shfletojmë dhe e lexojmë atë. Prandaj ndër dietarët, në njerëzit e mëdhenj, është shumë e famshme që një pjesë e mirë e natës zakonisht, ku ka një qetësi dhe përshpirtshmëri ndryshe nga dita, e kalonin jetën e tyre duke lexuar Kur'an, duke medituar gjithashtu rreth kuptimeve të tij. Por Kurani patjetër që është një udhëzues, është një manual, qoftë për jetën individuale, nga aspekti shpirtëror, nga aspekti moral, nga aspekti i jetesës fetare, por gjithashtu me mesazhet e tij shumë të mëdha, shumë të larta, Kurani dikton disa atribute, disa veçori që përpiqet t'ia mësoj, t'ia kumtoj shoqërisë në tërësi, në mënyrë që në të mbizotërojë e moralshme, në të mbizotërojë drejtësia, në të mbizotërojë barazia para ligjit, në të ruhet e drejta e njerëzve më të varfër, njerëzve më në nevojë, dhe ata që janë të pasurit, ata që janë drejtuesit, të dinë që në këtë shoqëri të jenë të barabartë me të tjerët, sepse gjykimi si para ligjit, që është fakt edhe synimi i të gjitha shoqërive që përpiqen që të arrojnë idealen, por gjithashtu që edhe një ditë kur të dalim neve para Zotit, do të jemi që të gjithë të barabartë dhe asnjëri nuk do të ketë diferencë nga tjetri. Këto të gjitha i mëson Kurani, i kumton Kurani, pastaj se sa ne i përvetësojmë dhe i aplikojmë në jetën tonë, kjo është çështje tjetër, por nëpërmjet këtyre mesazheve ai përpiqet që të ndërtojë një shoqëri të drejtë, të moralshme, dhe duke shtuar këtu ndryshe nga shoqëritë materialiste, të cilat mbase këto synime njëkohësisht i kanë, duke shtuar këtu dhe aspektin shpirtëror të njeriu,
që është aspekti i adhurimit dhe vetdia që një ditë do të jap llogari për çdo vepër që në këtë jetë ai kryen. Faleminderit. Unë në fakt kisha një pyetje tjetër, pasi ne jemi një shoqëri që nuk flasim gjuhën e Kuranit, pra gjuhën arabe. Dhe një nga gjërat e mira që shohim në përditshmëri tek besimtarët është që minimalisht, duke qenë se është libër adhurimi, mësojnë gjuhën arabe për ta lexuar. Pra dhe e lexojnë Kuranin në mënyrë të rregullt, por si mund të ishte një lexim më i mirë i Kuranit? Pra ta lexonim atë, le të themi, në gjuhën që është adhurim, por edhe ta kuptonim atë. Pra që të bëhemi njësh me Kuranin, sidomos në këtë muaj të shenjtë. Po, është e drejtë kjo çështja që Kurani është në gjuhën arabe. Dhe Kurani nuk është në gjuhën arabe sepse i përket vetëm një populli të caktuar. Kurani është në gjuhën arabe sepse, të themi, edhe sikur ta marrim të ftohtë çështjen për ta kuptuar teknikisht, ky libër ka zbritur në këtë gjuhë. Ky libër, profetit alayhis salam, i është shprehur në këtë gjuhë. Xhibrili alayhis salam, sa herë që vinte, që dietarët thonë që i tër Kurani nga fillimi deri në fund, profeti Muhammed alayhis salam i është zbritur nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam. Kështu që ai ja ka lexuar profetit sallallahu alaihi wasallam, ja ka lexuar në gjuhën që Kurani është përzgjedhur që të zbres. Profeti Muhammed alayhis salam e ka përsëritur atë që ka mësuar prej Xhibrilit alayhis salam dhe këtë ja ka kuptuar njerëzve po me ato fjalë. Kështu që teksti i Kuranit, qoftë edhe me fjalë të ngjashme apo me kuptime të ngjashme, nuk mundet që të ndryshohet. Kështu që duhet mbetet një tekst i tillë me të njëjtat fjalë origjinal për të ruajtur patjetër edhe origjinalitetin e tij. Pra ka disa synime dhe disa urtësi në lidhje me këtë çështje. Një tjetër urtësi është që Kurani të ruhet në të njëjtën gjuhë sepse me të do të bëhet adhurim me një tekst superior nga të tjerët. Superior sepse është fjala e Allahut, domethënë, sepse Allahu kështu e ka shprehur. Detyrimisht është superior. Pra cilësia e fjalëve dhe i gjërave që ne themi varet edhe nga cilësia e personit që flet. Pra një person i përgatitur specialist në një fushë, kur flet në lidhje me një çështje, ai i vendos gjërat të rraditura shumë mirë, nxjerr në mënyrë shumë të rregullt një rezultat, një konkluzion dhe jep mesazhe dhe mësime për palën përballë. Por të flas në lidhje me të njëjtën çështje, një person i papërgatitur, e folur atij me shumë mundësi do të jetë e çrregullt, nuk do të ketë mesazhe të qarta, gjërat do të bien në kundërshtim me njëri. Pra, këtu cilësia e atij që flet patjetër që ndikon tek teksti. Dhe këtu ne kemi cilësinë e Allahut azza wa jall tek ky tekst. Ne kemi fatin e madh që Allahu neve na ka bërë të ditur një tekst që e ka folur ai vet, që e ka shprehur ai vet. Pra mesazhe të cilat vijnë prej Allahut azza wa jall të shprehura prej tij. Prandaj themi gjithmonë që Kurani nuk është i krijuar. Kurani është i shprehur, është pasqyrim i atributit kelam, folës, shprehës të Allahut azza wa jall. Prandaj ne kemi një fat të madh që Kuranin e kemi në versionin origjinal që është zbritur që ditën e parë, dhe këtu ne kryejmë namaz. Namazi është një nga gjërat më të rëndësishme në jetën e besimtarit. 5 herë në ditë. Dhe sidomos sot ne e shohim edhe më tepër këtë urtësi, fakti që nga të 4 anët e globit vinë në Tiranë, në xhaminë e Tembeut, për të falur namaz besimtarë të përkatësive të ndryshme kombëtare, komsive të ndryshme, të cilët nuk din shqip, dhe nëse ne do ta falim namazin vetëm në gjuhën shqipe, në këtë aspekt, ata nuk do të kuptonin asgjë. Por ne kemi një gjuhë të përbashkët, që është gjuha e Kuranit kjo, dhe nuk është gjuha e arabëve në këtë aspekt, është gjuha e Kuranit. Arabët kanë fatin që Kurani është në gjuhën e tyre. Kështu që kjo është një element përbashkues. Por në anën tjetër kjo nuk mjafton. Nuk mjafton që të lexohet vetëm në këtë version. Ta lexosh në këtë version është adhurim dhe për çdo shkronjë që ne lexojmë ka minimalisht 10 sevape. Por në ana tjetër Kurani ka ardhur për të dhënë një mesazh. Efala yadabbaruna al-Qur'an. A nuk e meditojnë Kuranin, a nuk mendojnë rreth çfarë Kurani ka zbritur? Ky Kur'an është udhëzues për tek e drejta, për tek e mira, thot Kurani famlar. Nëse ne nuk e kuptojmë atë si do të jetë udhëzues, këtë aspekt duhet një përpjekje e veçantë. Një përpjekje specifike që në jetën tonë të vendoset leximi i Kuranit, kuptimi i Kuranit, zbatimi i Kuranit, tilawa, që do të jetë leximi i Kuranit, pastaj do të jetë tadabbur, që nuk është vetëm që unë e kuptoj, por
meditoj në lidhje me çështjet e Kuranit, në lidhje me mesazhet që Kurani jep, edhe amel, pastaj vepër, të përkthehet ajo që lexojmë, mesazhi që marr, të përkthehet në vepër. Edhe profeti Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam shprehet që khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri për ju është ai që e mëson Kur'anin dhe e mëson atë të tjerëve. Ktu do të thotë që ka një rol shumë të veçantë fakti që ta mësojmë Kur'anin, një, dhe pastaj nëse ne kemi këtë dituri, mirë është që të kontribuojmë në këtë fushë, t'ja mësojmë atë edhe të tjerëve. Krahasimisht me të mësuarit që i shërben vetes, t'ja mësosh edhe të tjerëve është edhe një kontribut i lartë. Për këtë gjë, ky është më i miri për ju, thot profeti Muhammed alayhi salam. Të aspekt, ne kur shohim edhe jetën e sahabëve, për shembull, Omeri radhiyallahu anhu, neve na shprehet që kur zbriste Kurani ne mësonim 10 ajete, pa i praktikuar ato 10 ajete, ne nuk kalonim tek të tjerat. Pra shiko se sa e thellë që është kjo gjë. Pra imagjino që kam 10 ajete, i mësoj këto ajete, kuptoj se çfarë po më thuhet, përpiqem të kap mesazhin, qoftë nga dimensioni individual, por qoftë edhe nga ai shoqëror. Pra, çfarë do të bëj unë, por çfarë më thot ky Kur'an që unë të bëj në lidhje me relatat me të tjerët. Dhe pastaj, pasi kam përmbyllur këtë mision, ky është një mision, ky është misioni im, 10 ajete unë duhet që t'i zbëtoj. 10 ajete të reja që kam lexuar nga Kurani famlar. E patjetër që gjithë secili prej nesh mbase mund ta ketë lexuar nga fillimi deri në fund. Mund ta ketë përfunduar edhe disa herë leximin e Kuranit, por çështja është këtu, ajo që shpreh Omeri radhiyallahu anhu, këto ai kam zbatuar apo jo? Pse nuk është kaq e thjeshtë. Pra ne ndonjëherë mendojmë që duke qenë besimtar në tërësi, jemi vërtet besimtar të mirë, mundet, edhe kjo mundet, patjetër, ne nuk e mbyllim derën askujt dhe nuk kemi as drejtën për ta bërë këtë, nuk po themi këtë domethënë. Por në anën tjetër ka edhe një version, një metodë që është aplikuar dhe që ne kemi pa rezultat tek kush tek sahabët. Pra populli më i vyer, populli më i lavdëruar, populli më model pas profetit Muhammed alayhis salam, janë shokët e tij, sahabët. Ktu patjetër që ka ndikim fakti që ata e kanë parë profetin alayhis salam dhe kanë jetuar me të. Ky është një element shumë i madh. Por ata nuk ishin vetëm kaq. Që ne jemi me profetin alayhis salam dhe kjo neve na mjafton. Si thot 10 ajete, ti mësoj, ti kuptoj, ti praktikoj, pastaj të kaloj tek 10 të tjera. Kjo vetëdije kaq e lartë vallë sa prej nesh ekziston në këtë nivel, në këtë cilësi. Prandaj diferencën e bën gjithmonë cilësia. Dhe Kurani fton jo tek shifrat, jo tek numrat, por fton tek cilësia. Pra si më thën, nuk ka kuptim të kalosh tek 10 ajete të tjera nëse s'ke mbyllur llogarinë me 10 ajete të parë. Është edhe një mënyrë praktike për gjithë secilin prej nesh që mund ta testoj veten e tij që unë ku jam, sa jam. Do ketë patjetër edhe humbje gjatë rrugës, do ketë edhe momente që njeriu rrëzohet, që bie, sepse ne jemi njerëz, ne jemi të dobët. Njeriu është krijuar i tillë. Kjo është duhet të bjerë në paqe me veten njeriu që është i dobët. Por kjo dobësi është për një moment. Kjo nuk do të thotë që ai nuk ka fuqi që ta përballojë vështirësinë, ta tejkalojë situatën. Këto i ka të tëra sepse Allahu shpreh në Kur'an që la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk i ngarkon besimtarit, muslimanit, njeriu një peshë të cilën ai ka të papërballueshme. Nëse është i vetëdijshëm për këto mesazhe, atëherë do të fitoj fuqinë që të tejkalojë çfarëdo lloj vështirësie me të cilët përballet. Atmosfera e Ramazanit është e përshtatshme shumë për adhurim. Ndërto është edhe pak ndoshta mund të preknim edhe mukabelen, pra si një metodë leximi që i shohim xhamit që gumzhin nga leximi i Kuranit. Ndoshta është edhe kjo një metodë e duhur edhe një lidhje e ngushtë e besimtarit edhe me vendin e adhurimit siç është xhamia, por jo detyrimisht besoj që mukabeleja është e limituar vetëm në xhami. Muaji Ramazan është muaji në të cilin është zbritur Kurani, ju e cilësuat edhe pak më sipër. Dhe ky është zbritur si udhëzim për mbar besimtarët, si një rrugë për të bërë kontaktin me Allahun Azza wa Jall, për të lidhur komunikimin me të. Dhe Kurani është zbritur në muajin e Ramazanit, në kuptimin që, duke qenë se Kurani patjetër është zbritur në thuajse 23 vite, gradualisht, ky ajet është kuptuar që Kurani ka nisur që të zbrisë në muajin e Ramazanit dhe
kryesisht në natën e Kadrit. Ne kemi të cilësuar edhe në surën Kadr. Tu ka nisur zbritja e Kuranit në sipërfaqen e tokës, dal nga dal gradualisht, Ramazan pas Ramazani, sigurisht edhe gjatë vitit, derisa ka mbërritur në versionin e tij final. Kjo është në një anë. Në anën tjetër është fakti që këndimi i Kuranit është adhurim më vete. Dhe kjo adhurim, nëse do të kishte cilësinë e tij më të lartë diku në një kohë, patjetër që Ramazani është më i përshtatshëm. Dhe për këtë gjë, ne kemi traditë nga profeti Muhammed alayhi sallam, i cili çdo Ramazan bënte atë mukabelen që ne kemi në xhami sot, e bënte në shoqërinë e Xhibrilit alayhi salam. Pra, Xhibrili alayhi salam lexonte të tërë tekstin e Kuranit që ka zbritur deri atë Ramazan. Ja lexonte profetit alayhi salam, profeti Muhammed alayhi salam, pastaj në vetë e tij ja lexonte Xhibrilit alayhi salam. Dhe kjo ka vazhduar deri në Ramazanin e fundit, profeti Muhammed alayhi salam, dhe në Ramazanin e fundit kjo mukabele ka ndodhur 2 herë. Është lexuar 2 herë i tërë Kurani nga fillimi deri në fund. Dhe kemi edhe dëshmitar, cili është Zeid bin Thabit radhiyallahu anhu, që më pas ka pasur edhe detyrën e grumbullimit dhe më pas të shumimit të Kuranit familjar, pikërisht për faktin që ai ka dëgjuar profetin Muhammed alayhi salam, ndërkohë që lexon Kuranin nga fillimi deri në fund, 2 herë në Ramazanin e fundit. Ka pasur këtë fatin e madh. Kjo është një mucize, një mrekulli e veçantë e profetit alayhi salam, sepse ky person do të bëhej më pas, do të kishte detyrën që të merrej me grumbullimin e Kuranit, radhitjen e sureve, radhitjen e ajeteve, përmbledhjen e të tërë tekstit të Kuranit, mos mbeste jashtë asnjë tekst prej Kuranit, por mos të futej brenda edhe asnjë tekst tjetër përveç Kuranit, dhe këtë detyrë fisnike e ka kryer në mënyrën më të mirë të mundshme. Kjo nxiti një traditë tek muslimanët që profeti alayhis salam pasi e bënte me Xhibrilin alayhis salam, ky Kur'an lexoi edhe tek sahabët. Lexoi i tërë nga fillimi deri në fund. Këtë traditë sahabët e transmetuan brez pas brezi, tashmë Kur'ani kishte marrë formën e tij finale dhe lexoi i tërë nga fillimi deri në fund gjatë muajit Ramazan. Duke u përhapur Islami anë kënd botës, kjo traditë shumë e rëndësishme ju transmetua të gjithë popujve. Kjo ka shërbyer në shumë dimensione. Një nga dimensionet më të rëndësishme është fakti që teksti i Kuranit është e pamundur që të ketë ndryshuar. Pra, këtu duke u lexuar në mënyrë të vazhdueshme, po themi nëpër namaze, nëpër organizime të ndryshme, në shtëpi vetë njerëzit e lexojnë Kuranin, në familjet e tyre lexojnë Kuranin, patjetër që lexojnë Kuranin. Gjatë muajit Ramazan lexohet nga fillimi deri në fund. Hoxha i cili del përpara lexon Kuranin në arabisht dhe i gjithë xhamati që zakonisht tradita është edhe ata me nga një Kuran në dorë ndjekin leximin e Kuranit. Pra nuk e ndjekin kështu thjesht duke dëgjuar, por duke hapur, duke shfletuar Kuranin dhe duke ndjekur leximin. Madje ndonjëherë qellon që janë hafizat ata të cilët e lexojnë Kuranin, pra nuk e lexojnë nga teksti, nuk e shohin, e lexojnë pa parë dhe mund të ngatrohen edhe korrigjon xhamati. Ky është një ndërveprim i jashtëzakonshëm, domethënë në lidhje me çështjen e leximit të Kuranit. Prandaj Ramazani është një mundësi për të rigjallëruar edhe leximet tona në lidhje me Kuranin. Mbase gjatë vitit është normale kjo, nuk e kemi të njëjtën performancë në leximin e Kuranit. Njeriu kur mbetet vetëm e ka dhe më të vështirë që të bëjë disa gjëra. Por ky Ramazani është vjen me një atmosferë të veçantë, domethënë është diçka e magjishme. Njeriu gjen forcën, fuqinë, gjen kohën, kur s'ka kohë, s'kemi kohë për asgjë. Gjen edhe kohën për të shkuar në xhami, një xhuz, pra çdo ditë lexohen 20 faqe, një xhuz nga Kurani. Zgjat rreth 1 orë leximi i një xhuzi, 45 minuta, 1 orë. E gjen kohën gjatë Ramazanit. Dhe mirë është që të përfshihemi dhe të shkojmë në për këto ambiente, por në anën tjetër duhet parë edhe kushtet e kohës, ka ndryshuar koha sot, sidomos nëpërmjet teknologjisë tepër tashmë të zhvilluar që çdo kush ka një mundësi me disa gjëra të thjeshta teknike që të hap një kamerë, të lexojë Kur'an dhe të dëgjojë njerëzit nëpërmjet rrjeteve sociale. Tashmë mukabelet transmetohen edhe online, të zëm. Nëse nuk është mundësia me shku në xhami, të paktën online ta shfletojmë Kur'anin, të nxjerrim një Kur'an, ta hapim atë, ta ndjekim këndimin e Kur'anit nga vendi ku jemi, në shtëpi, në punë, diku ku të jemi, ku të na jepet mundësia. Tashmë thuhet që gjysmat e punëve shqiptarët i bëjnë nëpër kafene, edhe në kafene le ta dëgjojnë, domethënë, nëse nuk e kanë mundësinë në asnjë vend tjetër, por mirë është që kjo të bëhet në një version pak më ceremonial. Pra,
të shkojë të marrë një abdes, të jetë në një vend të qetë, të jetë i fokusuar tek leximi i Kuranit, të ketë një libër Kuranin në dorë, të përpiqet që ta lexojë atë. Në anë tjetër ne folëm edhe për kuptimin e kësaj gjatë muajit Ramazan. Secili prej besimtarëve përpiqet që të bëj hatmen e Kuranit, këndimin e tij nga fillimi deri në fund. E mirës është që kësaj hatme ti shtojmë edhe një meal, një përkthim të Kuranit. Të lexojmë një faqe nga Kurani në arabisht, përkthimin e tij në gjuhën shqipe. Një faqe në arabisht, përkthimin në gjuhën shqipe. Përkthimi i tij nuk do ta çojë në 2 orë leximin e një xuzi, sepse zgjat shumë më pak. Maksimumi një 20 minutash plus është kjo. Pra nëse të themi leximin e një xuzi, një lexues mesatar e bën për 40 minuta, do të shtojë edhe një 20 minutash, një orë. Një orë në ditë me adhuruar Kuranin që ja kemi dhuruar vetes në fakt ne, do t'i shërbente shumë që secilit prej nesh, dhe mbase kjo do ta bënte edhe një traditë të mirë që do t'i pëlqente, do ta shijonte, ta bënte edhe jashtë Ramazanit. Imam, shumë faleminderit. Ndoshta një mesazh shumë të shkurtër për dëgjuesit tanë, pasi kemi mbërritur në fund të këtij emisioni, një mesazh të shkurtër për rolin e Kuranit, pra si ta mbajmë ne afër Kuranin. Kurani bëhet afër duke bërë një planifikim të mirë, dhe Kurani hapet ndaj nesh, ajsa ne qëndrojmë afër pranë në Kuranit. Prandaj mesazhi më i rëndësishëm do të ishte që duke ditur si rast shumë të volitshëm muajin e Ramazan së bashku me atë bereqetin që ai sjell, e bereqetin që e karakterizon, të integrojmë në jetën tonë sa më shumë Kuranin familjar, me leximin e tij në origjinal, por edhe leximin e tij në gjuhën shqipe, në mënyrë që ta kuptojmë atë. Dhe pastaj përjashtë muajit e Ramazan, me atë energjinë e madhe që ne kemi marrë, të bëjmë një planifikim gjatë ditës son ne e dim sa minuta kemi për X punë, sa minuta kemi për Y punë, sa orë kalojmë në punë, sa orë kalojmë në shtëpi, të bëjmë një planifikim ku Kurani të zër një 15 minutash në jetën tonë. 15 minutash. Të lexojmë 3 faqe, të lexojmë 5 faqe, së bashku me kuptimin e tyre. Nëse është mundësia këtë, ta bëjmë në familje. Janë sonte të lexojmë 2 faqe Kuran, të lexojmë 3 faqe Kuran, vetëm kaq. Vetëm kaq po të bëjmë. Ai bereqeti dhe mirësia e Kuranit do të ndikojë si jetën tonë individuale, por edhe ambientin tonë në familje. Ka edhe punë të caktuara ku janë vetëm besimtarë musliman praktikantë që punojnë në njëjtë ambiente, e ata mund ta bëjnë të. Çdo ditë 2 faqe Kuran, 3 faqe Kuran së bashku, ti lexojnë në gjuhën arabe dhe në gjuhën shqipe, të meditojnë rreth tij dhe ta zëm nëse do të kalonin 1 orë në kafe, 15 minuta ta sakrifikojnë për saj, 15 minuta ta kalonin në një ambient të mbyllur të lexojnë Kuran, dhe pastaj të kalojnë të pinë kafenet, mbase edhe biseda e tyre nëpër kafenet nuk do të kalojë në thashë theme dhe gjëra pa kuptim, por ato që kanë lexuar përpara do i transmetojnë në ambientet e tjera, do të diskutojnë rreth tyre. Diskutimi dhe biseda e tyre do të bëhet një bisedë e shpirtit, një bisedë hyjnore, dhe unë kështu uroj dhe i lutem Allahut që të ndikojë ky Ramazan dhe të jetë më pas edhe jeta jonë. Imam, faleminderit për kohën dhe për këshillat e vëra dhe për informacionet e detajuara mbi Kuranin. Faleminderit ju. Të nderuar dëgjues dhe shikues, kështu kemi arritur në fund të këtij emisioni. Elus Allahun xhaleshanuhu që ta bëjë Kuranin pranverë të zemrave tona. Elus Allahun azza wa jall të pranojë agjërimet dhe adhurimet tona në këtë muaj të begat. Miru takofshim.